Abrahami I thot atij zotnis që dëgjohet në Ungjil emri I cilit nuk na tregohet, lehet anonim, nuk e dim si e ka emrin, vetëm dim se ishte një zotni shumë I pasur. I thot se ndërmjet nesh dhe jush është një humner e madhe. Sigurisht që Abrahami nuk ka kurrë kundër njerëzve të pasur, por ka diçka me thënë rreth këtij hendeku, kësaj humnere që krijohet midis të pasurve dhe të varfërve. Ky është problemi. E kush e ka kriju këtë humnere? Kush e ka kriju këtë hendek? Nuk e ka kriju Zoti. E ka kriju vetë njeriu. Problemi më I madh qëndron se ai njeri I pasur nuk është fajtor se ishte I pasur. Është fajtor sepse gjithçka e drejtonte vetëm tek vetja. Se ishte një njeri I mbyllur në egoizmin e tij. Një njeri I cili nuk lejonte që gjanat e tij me shku aty ku ka nevojë, por mbyllej në vetvete. Pasuritë e tija, mund të themi talentet e tija, ishin të ju kanë mrena dhe të e zanë mrena dalëna. Ky është problemi I madh që Jezusi nëpërmjet kësaj shëmbëltyre don me na tregu. Rruga që ka përshku Jezusi është rruga e kundërt e atij njeriu të pasur. Ai njeri vishej gjithnjë dhe më shumë. Ai njeri kishte gjithnjë dhe më shumë dhe rruga e Jezusit është e kundërta. Jezusi zhvishej gjithnjë dhe më shumë. Derisa shkoi në kryq, krejt I zhveshur, e derisa hyni në varr, krejt I zhveshur, edhe nga hyjnia e tij. Jezusi hoqi dorë, na thot shëmpali, edhe prej hyjnis vet u bë I varfër me na bën të pasur. Ky është qëllimi I kësaj shëmbëtyre I këtij ungjilli sot. Mos me kriju hendeqe midis nesh. Mos me kriju largësi midis nesh. Sepse Zoti nuk na ka kriju vetëm, na ka kriju në marrëdhënie me njëri tjetrin. Dhe smundja më e madhe e njeriu është egoizmi. Egoizmi çfarë do të thotë? Kur egoja, uni, vendoset në qendër të gjithçka, është virusi më I keq I jetës tonë, është virusi më I keq në familje. Shpeshherë shumë familje problemin e kanë tek uni, tek ajo egoja që zhvillohet dhe mendon se unë jam këtu dhe tjerët janë përreth me, tjerët janë, si me thanë, janë edhe se janë nuk ka rëndësi, por janë. Ky është virusi më I madh I kishës, kur famulitari, peshqi, papa, mendojnë se janë vetëm ata dhe s'ka njerëz tjerë përreth. Ajo kishë shkon në shkatërrim. Ky është virusi më I madh I sot I politikave ndërkombëtare, kur një shtet mendon që vetëm ai është dhe s'ka shtete tjera më të forta dhe më të rëndësishme. Kur nuk hapet ndaj nevojave të popujve të tjerë, ne çdo ditë pothuajse kemi një lutje për qeveritarë që të shikojnë popujt në nevojë. Ky është virusi më I madh I shoqërisë. Uni, egoja e vendosur në qendër dhe bëhet më rëndësishme se gjithçka. Atëherë krijohet hapësira. Atëherë krijohet hendeku. Këtë hendek e ka krijuar vetë njeriu, sepse Zoti nuk krijon largësi, Zoti krijon afrim. Zoti edhe kur ndahet është për me bashkuar.
për e bashku në një mënyrë tjetër, duke na heq shpeshherë ato relacione toksike që mund të kemi në jetën tonë. Atëherë, ti lutemi Zotit që të dim mos me ne të mbyllur në ato kullët e egoizmit tonë, por të dim me nda, sidomos me ata që kanë nevojë, talentet tona, aftësinë tonë, kohën tonë, energjinë tona, pasuninë tonë, sepse janë si ato pasuninë e dielës kalume që kemi një gjuhë në Xhillë, me bë miq e shok, me pasuninë panershme e gjëra që nuk janë tona. Koha nuk është e jona, na ka dhënë Zoti, inteligjenca nuk është e jona, na ka dhënë Zoti, mundësitë nuk janë tona, na i ka dhënë Zoti, ka beku punën tonë. E atëherë, kur i ndajmë me tjerë, ja kthejmë Zotit edhe ja kthejmë njerëzve. Kjo është Krishti.